Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sonte kemi musafir hoxhën e nderuar Muslim Mazlami, i cili jo vetëm tek ne, por në vazhdimsi është duke vizituar rregullisht xhaminë e diasporës, duke kontribuar si në ndërtimin e xhamive atje në vendet tona, Kosovë, Shqipëri, gjithashtu edhe në vendet e Evropës, duke dhënë mundin e tij, qoftë në këshillat e tij, qoftë edhe financiarisht, edhe me ide të propozimet e tij. Lutim Allahun që çdo hap që e bën për të kontribuar për të thënë për të din, t'ia bëj shpërblim ashtu si vetëm Allahu të ditë në gjykim. Pastaj hoxha ndëruar sot do të na flas disa këshilla në përgjithësi për pjesës së mbetur që na kanë mbet nga Ramazani, apo çfarë do të veçojë për shkak të rrugës që na këshilloi Zoti për neve në xhaminë diasporën në Kosovë. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të mi, e që të gjithë jeni matrisë unë. Nëse e bëjmë një punë, e s'ka vetë kohë mu kry kretë ajo punë. Qka zbohat kret, arab që thënë një fjarë, qka nuk arrihet kret, nuk lihet kret. Bon sa të mundesh. Ta është gjysa e Ramazanit, po ecë, edhe një gjysë ka me, dhe kjo ditë numrume. Juve po mi e përvëzit, për po vini atje, në vilajetet e juja, në vatanin e juj, pse bes më vizitove, se cilit thot, së në parë, së vizitove, së në piva një kafe me ty, vallaj që ditë numrume, edhe qashtu është, edhe pak në alje se ka shumë e jam. Se unë e kam zonin e fort, bollin që zonin, që musliman marak. Ditë numrume, edhe Ramazani ditë numrume. Kurani ka thonë Ramazani ditë numrume. E jamen ma'dudat. Prej Kuranit. Ramazani, kër e ka përmenë, ka thonë ditë numrume. Që t'i bëhën të robit letë. Kër janë ditë numrume, kër janë nisisht 30 i dhamë. Tani nuk dhe është nesër 31. Po të është nesër 21. 20 shkuar për nesit, edhe 19. Qka me bon këty në ditëve? Kretë ju familjarët e dini, për e fisin e ju e dini, në qëfar do aspekti është kretë i dini. Kush ka lek ma shumë, kush ka nevoj, kush ka të smund, kush nuk ka të smund, kush është i orientuar në islam, kush nuk është. Neve ma shumë që në dham shpirti, kush nuk është lëzuar në islam, Allah i në rrujt, vdes pa agjerim, vdes pa namaz. Kjo ma shumë brengësht për neve. Andaj në këtë muj, kreta institucionet tona fetare jemi në lëvizje, se cili me takatin e vetë. Tash në Kosovë edhe ma gjerë, edhe në Macedoni, edhe në Shqipëri. Gjatë kunë po folim, po. Masë jam për që ati vendi për ku jam, po folim ma shumë për vendin tonë Kosovën, e ati e kapi edhe Shqipërinë, se në Macedoni një kodë gjatë, edhe si jem kanë, edhe helas për në lanë me një atje, inshallah për mërësot situata politike. Kretë jemi në kam, derse, televizorit ders, kablorit ders, televizorit lokale ders, të na. Televizorit shtetnor ka ders, çdo natë me hoxhallar.
radiot, kablorët e huj, interneti, hoxhallarët, na hoxhallarët në përgjamia, hoxhallarët e medreses të na janë grup që dalin me program gjatë të Ramazanit, grup njopi aty në është edhe djali jam I madhi, në atë grup, sa është medresa është mësim dhams, në atë grup që dalin për Ramazan, njëherë në Podujev, njëherë në Dragash, njëherë në Beje, njëherë në Kaçanik, e kanë një grup të dalë prej bashkësisë islame, që atë punë me vonë gjatë tërë mujnë Ramazanit. Kretë këj muj me këta angazhim të madhë. Unë juve, pëse jam live me juve, të ashtë juve, për ju thamë, a ka rezultat kjo punë, s'ka? Dikund ka, dikund s'ka, kjo ma mesatarja është me marë. Ama, sa jemi aktive në këtë muj, nuk ka ashtë rezultat. Sa jemi aktive. Në Prizren, për shumë, të shohish këtë iftarit, unë e një natë që të ditët që kesh, atje, një natë me të avanë, me shku ku isha iftuar në iftar, më bo një sebeb me të avanë, e iftarin e bona në shpiteme. E qela iftarin në shtëpi, e prej shpiz dhe të shkoj taj njeri që më ka thirë. Dhe të është deri dola prej qytetit. Deri dola prej qytetit. E mërin ataj personi, në për qytet të usjall, kretë qyteti bosh, s'ka makina. Pse? E kanë falë e këshamin edhe ketë miftarja. Aqë më pëlqej ambienti. Mirë po kjo Ramazan është. Në namaz qësh është? Në namaz nuk është mirë. Në namaz nuk është mirë. Gjamiat kanë për akshon, për pak shumë pak gjemaat. Kretë për iftari e rritë. Namazi e ka shtyllën kryesore. Mos I marrë njëherë mas pari ti me I vjerë të ishat, për njëherë mas pari marro varësën. Ti me I vjerë këto. Mos merë ushqime ti me vunë të avëlinë, për mas pari pjatën në adë. Dhe në Arabt, një fjallë, as-salatu huwa al-wi'a'u. Namazi është pjata. A ki pjatën? Po, ki ku mi vu gjërat të rash. Po se pate pjatën? Sahanin, se pate? S'ki ku me që gjellët. Në po falë namazin, agjerimin me kemi. E ku me vjerë agjerimin? Agjerimin nuk është shtyllë e dinit islam. Namazi o shtylla kryesor e dinit islam, këto qelat vjerën në ta. Namaz nuk bëhet shumë. Prandaj jep një rëndësi të veçantë faljes e namazit. Tash në Ramazan, në po përnoqë, jo për heki kredu faljes e unë zonë fort. Dhe mund po përnoqë, bum. E se unë e ngrezën në temë shumë fort, s'ka me vojtë. Nga litetet. Tash, në Ramazan, ju kini me bonë telefonata në për shpije. Në për akraba, në për miqë, në për shokë. Për ditë kini telefonata. Sidomos tash me internet. Internet pa pare, ka një hemë thyrë dikush këtë e këtë të thyrë, sa pa pare. Se për pare s'ka thyrë. Mirë, po ka një herë është pa pare dhe shejtoni s'klem e thyrë e zbë. Në pa pare të thyrë e babë. Edhe nonën pa pare në të zekë. Një me pa pare, ti për pagush për edhe për shkaqe tjera internetin, si tu pagush për celularin në telefonin. E kështu më radhë. E tash, apo të bjerë tash në Ramazan me folë, me tezak, me deallar, me migjallar, me shok, me mija. Kretë praktikoni që të që për ju thamë. O, këtë ka më lipë, selamu alejkum. Jepi selam mas pari. O sa I dyti? O sa.
ku të kom i hall, ku të kom i teze, ku të kom o filon o falan, jepi selam mas pari. Selam qabla al-kalam. Mas pari selam, mandej fjalë, muhabet. Mëso, se plot prej neve grave të vetë si japin selam në shtëpi kur vjen. Po të na. Bile shqiptari mund të thotë ai për të dhënë selam. Jo, xhallar, unë mos jam i ri, po mund të thosh. Lopës nuk i për selam, se gruas po. Ja pahinsh, nahara pahinsh në shtëpi. Kurani për në mësot po thot, fe idha dakhaltum buyutan, kur t'hyni në për shtëpia, fasallimu ala ahliha, jepni selam, pa banorët të asaj shtëpisë. Edhe mos më kanë kërkush në shpital dhe banor, jep selam se në shpital në gjinni musliman, edhe jenë melek në rada shpital. Edhe të t'japë selam, me qatë njeti jep selam. Selamu alaikum, se ka gjinë musliman që në një shpital dhe dhe, ose melek e kështu me rada. Apo në kuptoni vlazë. E pse me bon që do selam? Me njerë të mësojsh atë të zakin ti, se kur selam së të ditë të të. Atë daj, atë nizë, atë me koholish. Mandej, sidomos më rinin, kur të kinë me shëshrinë ju i të folni, tash në Ramazan jeni, folni këtë gjuhë. Thoni, të cili hoqë për falish të ravit. Wallahi ti me në mështu ata ati, sa hisa të shku të ravit. A hisa të shku në gjamina, dhe të jeli, të i bonë në shëllimi. A e tani njëherë, janë njës tani pak, që më pili bojë të durekit. Ne këna që më fituri, për e të nazori gjamina. Ndryshaj muhabetën. Të cili hoqë për falësh? Apo ju falë kadales, a shpet. Se ka të da hëzallar, që falin qatë shpet, sa që haram mu falë më sërinë. Une, edhe pse s'ka këtë falë të tilë të na, du të më thonë, kush falin që është në shpet, më së shkoni më falë. Po, dhe më vejnë të shkojnë, pse? Por dhe 12 minuta, 20 për qatë të kërë. Po, me falë që e me në gjmami, unë e arab që në dhije dhe se me qesë që është shpet. S'ka për 20 sekundë. Në falë, në madhë me dhije. Ti pyetën në telefon, të cili hoqë për falë? Pse me pyet që si pyetje? O të zakë, a bërën e iftarë si vjetë atja, jo, që ka bërën? Aja të bërën atë i ka të bërën, bëlla s'patë më një kride. Arë pa të që për të qe 50 euro në bjeda të dhe mëshaj. Bërën e iftarë. O Hasan o Hasen, po gjumoja të kërë i falë që, a ki një hoqë më nësit mira, për ka zonë të shkaj, është mirë. Kretë të muhabetin me pas të dini Allahut subhanahu wa ta'ala. E ja i me të folë bja tjetë, baba, kretë celularën i kanë bëha iPhone-a e trajfona. Ma bish mu baba edhe, arën baba ti. Vesh mëso, ose bia vajza jote, ose motë. Mës shkoni në të shina, mës ecni, që s'ko nëreqni, shkoni në shina që ka nëreqni. Ato që ka nëreqni, poj pja jeme, ku falësh e pa gjerojsh të atje. O, që ka mingjës, që ka vladhët, pa gjeroni, po, kam një, mës ke hinë mbules, mës e mbulua. Shiko. Ama dhe kur t'ju përgjigjen në mënyrë negative, mos e rëndoni. Se të një për një punë të një që për jatush, a i ta shtonë dozën e kanalit shumë tepër, edhe ti ta një në është bënë se vetë në mazi i firi në është si boli shku për jetë. Atëherë ti si e për këtë punë, shka ta zërëva diri tash, ti
arri rahat, se si e për. Ljus me kanë me sabër. Me sabër, e jo veç me folje nësë me sabër. Pejgamberi një të shah, pejgamberi si o ka të krybi. Shka i ka thonë, Abu Gjehli, shka i ka bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kishti njerë ratë sot, më më nga thonë Abu Gjehli, gjallë, s'kem kja një, kja kajë, kja bërë, kja kajë. Qa që ka buzara? Më sabër ka bon. Edhe pejgamberin, Allahu e ka urdhnuar me bon sabër. Edhe pejgamberin neve në ka urdhnuar me bon sabër. I ka thonë, fasbir kema sabër e ahlu. Ulul azmi min ar-rusul. Bon sabër, qësh kanë bon sabër, ata pejgamber që janë ulul azmi. Ulul azmi janë 5 pejgamber. Ibrahimi a.s. Musa, Isa, Muhamedi a.s. Bon sabër, qësh kanë bon, sabër ka pejgamber të mëdhenj. Unë e kisha thonë, naldi janë bërësinat, një heftë të kry dërë se në më dhe i Për nështini një pëqyri ju, jo mu. A më të shtoja? Aha. A bëjmë dërës? Po bëjmë. A pim qaj? Pim qaj. Ama, ne po pim qaj ti hoxha fënim polë, ti veç janisim së cili bi ju dhe të ngelen, e këna qua dhe në rrita. Polë hoxha fënim qi. Me qesë kafën, këtu dhe tybe nuk jo pij deri në fund. Jetë që të jeftohë edhe së të pse, kemi hinder. Dhe nështë të pse, nështë të ju, në bika. Jo po. Ma ke hinder. Këtë koncentrimin që li du të më nejtë, shka po dhe më në thonë të jurosh? Apo në mëson kes, apo në mëson një? Kini më shku për Bajram dikush. Ose për Ramazan shkoni dikush. S'kini muhabet me dikon. Merëve një killë hullë ma shtohish pa pas muhabet shtohish një tjetër. E jepër më më shkitoni. Se unë e di që dikush i mirë në më me të zakë, në gjallë për vlasra. Interesat e dinjas, shëjtani i qëtë të komë, të qëtë dhe i në është. Interesat e dinjas i dhe në është. Ama, që ato duhet më bo më mirë, më bo, që shenë tonë ashab të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ko hezë kënene se janë në bashkë, që ka da një drumë ose një gjithësot muri, ka da në kënene nga të vërë të në nësër. Ne bashkë, ka da muri, a një krapë selam bashkë. A dini që s'kem në logarinë a mu për qatë. Në konë logarinë tonë. Pejgamberi a.s. në rada, nuk i ka halal antari një metit tem. La yahillu limri'in. Nuk i ka të lejume. La yahillu. An yahkira akahu fawqa thalath. Nuk i ka halal në robja, robi Zotit, besimtari për neve, la yahillu limri'in an yahjura akahu fawqa thalath. Në shajton vllai të ditri. Hajtë po thonë atë një ditë, veç 3 ka përmenë pejgamberi. Nëse ndonë 30 ditë. Ishë përmenë dhe zeve, në 3, zera se të ty. Mëson 3 mujë, në konë ishë përmenë dhe mujë. Në 3 mujë në vdekë, në tonë, ose në 3 ditë, mas 3 ditë me vdekë, e vdesë pa folë me një vdekë. Në duhet më shkrini me moral dhe në karakter të vlasën dhe. Dhe marrë një smunët kohë të mirë. Se këtë smuje rrët, prej një virusit që ka emnin haset. Shqipi thëjnë zili, po unë nuk ja di definicionin zili. Haset dhe i të më thanë, në të menni, me pas qëllim ti, haset, do më thanë, në gjuhën arabe, hajrin e këti me pas ti, joni. Allah ja ka shaktua ti, ti s'pëdojë. Haset. Për që ashtu se bebi atë të thëtë e fundi zurës, po min sharri hasidin idha
Hased. Hased, definicioni I hasedit është humbja bereqetit të vllajt ton e të ti më ardh. Çetu fillon, Pse? Ka ecë ma përpara, është shkollu ma shumë, ka bon lek ma shumë, Kret të erë në caktim të ati, jo vëlla musliman. Allah I nas provon me e vlat ma shumë, me pa e vlat nas provon, me mal nas provon, pa mal nas provon. Të gjona s'kemi dorë, vëla havle, vëla kuvet, illa billahi, l'ali l'adhim, as një sen se pësëdaj, zdo gjona në gjot Allah. Imin kush në jep njëve, jetën kush në gadon njëve, rëskin kush në jep njëve, shnetin kush në jep njëve, smojën kush në qën njëve, vdekjen kush në qën njëve. Kreve e ndorë Zotit, pse për kjo gjëra ti me vlajnë tanë, më bo haset, edhe mu prish, e Allah I në rrët me nërë pasërva. Jemi ka fundi, dhe më thamë, e kaluam gjysën, e ka gjysa tjetër, më bo për mërsime më shumë. Në mënyrë të pshetë. Por nësa është nevoja të kontë edhe në mënyrë të qetë. Une e pata një iftarë në Shqipëri, të që ata djenë që kënë parë natë, kush I pa këtu. 3 vetë erdhen për tribunën e parë për mu këtu, po të banë në pjesë edhe nga prej, Tiranës erdhen Enkës. Te I pa, të tje pa, po që në e banë në ja. Ne patëm një iftarë të ata, I thash o vlazën, kema për 300 vetë një iftarë. A u knaqën po. Unë thash me pasar të ti, ta më kështë da një iftarë. Po si jo, të di, po si. E hajtë tash qëtë iftarë që ma kështë da, ti mu, I jepe që tash për një fukarat lushnjës. Se zone lushnjës kja jo, aja iftarë. Të do që unë dhe asë ma të urani, ne I bom 1.400-1.600 euro, imam I lushnjës ke, I paluën që ja fukarave, në të gëzohën edhe ata për iftarë, si kur që jemi konë në të gëzohën sa të iftarë. To e bëjmë shumë vendër. Dhe tash, disa vende janë publike, që kjo në publike. Kësa janë vendet e mshefta. I e dish ku kanë, ta të kanë halëve një pjena, po I ka dhurë për shkurë, që e filonit në tërmoni iftarit në që ka të vetë, dhe hajë. Këto janë të msheftë, sadat në msheftë. Kjo sadat në msheftë është ma e dashën të Zoti, se shejtani s'ka për me kanë gjitë. A kjo e qelta shejtani kanë gjitë, se ti dha ma shumë, ti dha ma pak të një kënina, se ka shejtani gjithë kumë përzirë. Dhe që të në sahanin e bukës përzirë, të lem e lem mësë me bo bismillati. Edhe hashë, të kujtë është a bane mërë bismillah, e jo, shejtani. Po më të tek gjatë bukës në fund, bane bismillah. Se shejtani ka gjithë fund, Allah ja ka lecurë ati, nësi kemi shka me bo. Po është bismillah për fund, e për fillim, për shma si se ne bolla në fillim bile në fund. Kjo I dini këtu janë regula. Ma jo ullë me hangër hamë dërë djathë, me bënë bismillah, në zonin pakër të një dhe qerit e kurra, edhe të ka dhe bakej, harnjë në një restorantë të maj, për fillohet që I himë, që thëmë për mes mikrofonit, bëni bismillah, hani me dorë djathë, se shumë kushi me dorë djathë, e prejnë, për ju shtë në manë shmajtë, dhe veç me të majtë në. Dhe hinë se banë dvorë që ata hangër me të majtë. Prej me burë, pas jetë të qesë për ta prejtë veç e djathë, për ta prejtë, prej me djathë, mas vrami brejtë, për kështu. Dhe në shumë farsh me hangër me metal, me viljushkën, me këtë viljushkën, që I ka 5, e 3 e 4 e ka, ke I ka 5 dhe ke I shtremon 4 duhet. Po vëllaj, edhe dhomët të tyre, ma ato dhomën e të ishte një grot. Gjonët mërni islamikisht, mos I mërni, vëlla këtu Evropë është kërë. Nëske porim cilin kontinent, dhe këtu Allah I ka porë. Këtë kjo Evropa kiblën këtë, ka e dini. A e krishtian Evropa. Po, e kiblën këtë, në lingjen, bashkë që në drejtimin e ju I kiblën, këtë kisha të kini që. Në moshit bledin, ja, këtë shtu. Hazët në kiblën e kini. Po,
Pse? Se që ati zoti nga që pejgamber, që e kim plena këtë janë, në dhe pejgamber së gjë. Në zidëra kësa japi këtë drejti në qabës, fix. Ta marim islamin, ashtë në qësh është original. Nëse falsifikojnë. Islami nga pastërtia është majsani majnat. I marë moment, islami muslimanin kur ta marrësh. Shiko. Islami muslimanin kur ta marrësh. A ban muslimani muslimila dhamat. Si pejgamberi sahet ka bo namaz, në sfakit në rritë. Edhe kur ka vdek, ka ardhë Ikrama ibn Abi Bekr, me vizitu në shtratë vdekjes, se ka këshirë në ftyrë, se ka këshirë dëllën. Jenë ftyrë për dëllën. Këtë ndryshëna. Pse? Se lamja dhamëve të muslimani ka manat madhe. Pastrimi gojës, nësi me legve, qëdrimi shejtani, dhe kërditer shpirti në gërditën me laqë. A gërditën a? Si zgërditën? Dhe ti gërditësh për të shërë një dhamë në druat. Unë shumë heri e thamë gjëmatit e dhe famasën e thamë këtë propagandë. S'pilani e dhamë që ti dopën si afrikanëve. E nga, dhe të shkeshë e shërë i dhamë, në një që e bashkë tyre. Pasë. Në një hadith i pejgamberit në Medinë shkruajnë kur shkojnë në Mekë. Inel melaike letetaezza ma yataezza minhu bani bashar. Atë që gërditën njerëzit në një qytet dhe melaqet të asaj gërdite. Pse vjen me ta marrë melaqe, vjen me ta marrë shpirtin. Në shpirti del për gojës, del për komës. Kër vjen e gojëti, që asë rrë pejgamberi asfutër asë qëtë, pa e përgru se ka hangër. Aja s'futër asë qëtë pa përgru se ka hangër, që në të lirat perime, dobishme, me proteine, me vitamine, i cigare, pa vitamine, edhe për pishë. Që shë një bunë. Muslimani, një kristal, edhe prej veprave të mira, edhe prej sjelljeve të mira shumë, e të kjo ma e vogla, edhe prej vetë trupit ti shumë. Pasrim në dhamba, nënt synete Aisha radiallahu anha e përmen pejgamberit, nënt synetet kretë pejgamberve kënë në panë. Lamja dhamba, gërgërat të marë abdes, kurtonia mustetës, 3, shumja mjetës, 4. 4 vetëm në kryvet të vetë. Po edhe hunën këtë alajsh ma shumë, 5 banë. E 6 rrumja në setlave, 7 premja thojve, 8 bëmja sinet, edhe 9 marja të hrit. Edhe 5 vakret më ujë më marë, në kodë, në santë më kristë. Ai që s'fale dhe ka po, njëherë njavët si një larë konë. Njëherë njavët si larë konë, ai që s'fale. Ai që fale sa heri larë. Ai krasë, po s'krasohen, se në gjona këto mi krasuar, se s'krasohen në gjona të kudër ta. Ama të marim gjërët, e t'i fusim në, une kam bëgë si farë vëllaj, si ta qush, si di, kam shku për shemull me një shëqëri në 53, ka popoli para luftës. Për kjo mi fillu më të madhe, da vetë në boshi, për të boshi në asirëshit. Po shken në përci tribuna 50-70 ku janë, shka po bëjnë? 50 brëshuka, sa me të kje? 50 brëshuka, 50 këllëdhën. Libra i të përnë të bëjnë? Po. A kanë marrë, ka? Qëka për një? A të unë i kam bërë ju, dhe një shpën nga ju me pasë shpën për të marrë, për të gjithë. Pse? Që kemi dobi, bëjnë dobi ma shumë.
kaluar mërës të shikojmë kemë që shkemë baraj pingi, u kry. Aje veç që na kopë, na plasë të shikojmë të kaluar. Mëntarë, më në kemë mundësi me bëndë shka, po si jo. Për qatë se veç, ani që është pak rëndë në start, me filluar një punë që se ke bëndë dhe vita, ama me 2 ditë të pare të projekte, që ka pas më bëndë që këmë me 2 ditë është sa bëndë. Sa njeri nuk ka gjërat. Edhe të nga kur të folish telefon, ma puqoni në sifyrë, të mos i thuja po agjeroni, se ofendesh ashtu. Largi, preke largi. Ma puqoni në sifyrë, ma kini me homë, dishka në sifyrë, a hitë po hani, a qashtu në flimi. Banë në 3 kash. Që? Të kryoni dobi në familje të ju. Ka rrethi ju. Të është si cili kur të rrethi i vetë, kryon dobi, letohet puna për të gjithë. Mandej, mas i t'i shpërndaj, e më vojtë të trafë. Se që tash të këti që në të po, në esin panjë. Këtu ka e shpërndaj, nisa e tash, që këtë regjejnë atë të tonë, me kreva se tash këtë të regjue, që ko koncentrimi që kanë, që ku shpunonin e përbau shtella. Ku shpunoni, ose punonin mekanika, në për tonë, në për kërësira. Një mos koncentrim, tamam, e grithë e dorën, edhe se shohish tish, pse e kanë që të fundin, nësta e shohish, po e ka kaluar. Nësa hu bjetën. Dhe më thënë, një mos koncentrim, ose në komunikacion. 2 sekonda mos me koncentru me qëtë shpejtësi që kom hecën këtu, 2 sekonda, 2 sekonda, po e numërëshin policia 18 metra dëvijin. 2 sekonda, po ishë që më shpeci po marë që më të verona. Që kjo nësë në gjashtë të policën, 2 sekonda bënë rëvar. Si të ka ma shumë, jepë edhe të tjerë, edhe ka di, marë jam apë shdikuj. Ka ma betë të mira në tonë, ka të shila të mira në tonë. I kemi që mas autobusave. Kemi bërë 5.000 copa, edhe tash kemi bërë 5.000 tjera në Shqipërije në të shpëndë. Që kemi dobi edhe kemi bërë kolorit që të kemi që të edhe për shminë. Në lezetë për të lezetë edhe i vini edhe të kapi. Tu këshillat e në unë, në paspori. A lezësh? Asmësh. Kushtet e imanit, besimit janë 6. Besimin i Zot, me laqët 2, libre 3, pejgamber 4, gjitës kiametit 5, saktinit Zotit 6. Për islamit janë 5, shahadeti, namazi, zeqati, agjerimi edhe haqëllëqu. Mësaj këshilla këto dvoglat e. Dvogla po këshën mlaja. Adhëro vetëm Allahun, ndërro profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, respektiv të inët, ndërro bashkëshortën, ama këtu të kënë s'kam shkrua bashkëshorti. Nga këtë më pali drejtën. Dhe në këtë në këtë. Edhe në fund e të dojë fëmi. Mësaj këtu, Ramazani. Pak kjo, ne shko, kjetë kjo lezohet për 15 minuta. Këtu, namazit e raviz. Qka është? Jo që shvalet, nëse shte hoxha. Këtu, nëse fyrë këtë më qukë. Ka bërë qëtë. Këtu, parët tonë dhe këndrimi i Kuranit gjatëmit Ramazanit. Këna këtu Kurana. Këtu, rast i jetës, i 10 ditë së fundin, qka me të edhe 10 ditë Ramazanit, qka me ba? Kujdes nga këto vese, vezvese, që dohanin, alkoholin, drogan, në kena. Umra, në shku në umra bërë? Në qabe se kënë më bo haqëllëkin, bërë umra shku një herë, ka thonë pejgamberi të shku një umra për shpis, i falën 1 vjetë për masë të gjënat, 1 vjetë për fare gjënat. Umra të lajë është ka bo. Tu mi ka qëtë cigare, 8 euro, ashtë të të ju. 10. 360 ditë, ka 10, bëjnë 3.600 euro. Bashkë me umrën, 2 bashkë me shoqen edhe 500 euro jesin. Fode, të 1.500 son, 1.300 është umrë. Umrë edhe në Ramazan. Mandajna, vlerën a fëskadri,
Do të zbitë të punë, të më shumë punë fulla, që më nëtë me zatim, si ajo rrugëja, e kapër kadrën. Ama kjo kapër në punë të mirë, në kapër ma që kërkin, të kërkin. Kjo, e të kafir, më nejnë në gjami i ditët e fundit të Ramazanit. E qështu kësi-kësila, edhe me vizatim me Afrikën, bon? Sadaka të fitrit të ibet. Allah i ne e pranos në shumë të adhurimë të Allah. Edhe fundi, 6 dite, shmas Ramazani, qka janë, edhe 6 ditë më shumë të Ramazani. Të da, a opet ma e lëva. Zatin e Allah.